Paqja qoftë mbi ju. Sot do flas për një temë që ka lidhje me shamin. Shamia është obligim në Islam, të gjithë e dimë këtë gjë. Është obligim, nuk është vetëm adhurim ndaj Allahut që ne bëjmë këtë gjë, por është edhe një mbrojtje dhe një pjesë e modestisë së femrës. Është një rang më lartë që i jepet femrës dhe uroj që një ditë ta ndjej këtë gjë vërtet, në kuptimin unë e besoj që është obligim, por unë nuk jam akoma mbuluar. Unë vendosa të bëj videot e mia, për shumë prej jush që i kam patur followers më përpara, e din shumë mirë që unë kam qenë pa shami, por nuk e di, një ditë u zgjova dhe pas shumë situatash, ndjesish dhe teksa flisja ndërkohë për Islamin, teksa bëja namazin, gjithmonë e kisha këtë idenë që ndoshta nuk duhet të shfaqem më pa shami në video. Pse? Sepse nesër pas nesër do qelloj që unë vërtet ta vendos shamin dhe duaj që videot që unë bëj për juve të mbeten aty. Ka video që merren, që shkarkohen, ka video që shpërndahen dhe nëse unë një ditë vendos që të vendos shamin, atëherë ato video do mbeten aty dhe nuk është mirë. Arsye se pse unë nuk e kam vendosur akoma shamin, nuk është se ka një përgjigje të saktë. Më shumë e kam fizike, më shumë e kam tek pjesa që nuk jam mësuar. Ndoshta kjo është një lloj sakrifice, por që mua akoma nuk më ka ardhur ajo pjesë që unë ta vendos shamin. Por dua që për sa kohë unë përmend Islamin në videot e mia si respekt, por edhe sidomos edhe një rikujtim që ndoshta i bëj vetes time për ditë që mbase duhet vi ajo ditë dhe unë ta vendos në përditshmërinë time, është një gjë shumë e mirë që përveç se më ndihmon mua, por edhe na rikujton të gjithëve ne që duhet mbajtur shamia. Dhe unë nuk dua të jap me anë të videove të mia, sepse unë nuk bëj vetëm video në lidhje me Islamin, por kam bërë dhe do bëj dhe video motivuese për tematika të ndryshme sociale, kështu që nuk dua që të jem pa shami në videot e mia, paktën te kjo pjesa, për arsye që ndoshta mund ta vendos më vonë. Dhe nuk dua të jap mesazhin e gabuar që është okay që unë teksa flas për Islamin, është okay që të qëndrosh pa shami, ndërkohë që është obligim. Gjërat që janë bërë obligim nga Allahu, por është një gjë, edhe ato që janë pa shami, përfshi dhe veten time, është diçka që nuk mundesh t'ia detyrosh tjetrit me forcë për të vënë shamin. Islami nuk ka ardhur në atë formë, Islami është paqe dhe në atë formë duhet përçohet, në atë formë duhet përcillet. Kështu që nëse dikush është pa shami, ju nuk e dini se sa fort ai person ndoshta është duke luftuar brenda vetes, ta vë, mos ta vë, apo çfarë të bëj, apo bëj mëkat, apo ju nuk e dini ndoshta se sa shumë ai njeri po torturohet. Ka njerëz që alhamdulillah e kanë vendosur shamin direkt, e kanë patur atë thirrjen e brendshme direkt, ka të tjerave që u bëhet test kjo gjë. Dhe nuk është mirë që shamia të vendoset me detyrim. Tani kalojmë tek pjesa e detyrimit. Ka shumë prindër që detyrojnë fëmijët ta vendosin shamin dhe më vonë ata fëmijë e heqin shamin. Çdo gjë që bëhet detyrim me forcë, ta zë me ulërim, ndoshta shpesh herë fatkeqësisht edhe dhunë etj. Nëse bëhet e tillë, nesër pas nesër dihet që nuk është mirë që ai fëmijë apo dikush, për shembull dikush e vendos për bashkëshortin. Nuk është ideja që ta vendosësh për prindin, për bashkëshortin, sepse në fund do jesh vetëm ti lind vetëm, vdes vetëm, do të gjykohesh vetëm në fund nga Allahu. Është ta vendosësh për veten tënde si obligim që ta ka caktuar Allahu. Vetëm nga kjo nisu. Nëse dikush e detyron tjetrin me zor që të vendosë shamin, ai po e vendos për ty. Ajo po e vendos për ty. Nëse ti i thua që patjetër apo bësh ai prindi që e detyron ndoshta nuk ka aq shumë, po edhe ka. Kam dëgjuar, kam patur komentuese të mia, followers që më thon shumë historira të ndryshme dhe
shamia nuk vendoset as për prindin, as për bashkëshortin. Vendoset për veten tënde për të kompletuar atë pjesën e obligimit që të ka caktuar Allahu. Kështu që nuk duhet të gjykon vetëm Allahu, nuk duhet gjykuar ai që është të jesh pa shami, nuk do thotë që nuk je muslimane. Për sa kohë ti beson në 5 shtyllat e Islamit, për sa kohë ti beson domethënë pika e parë të besosh në Allah si të vetmin Zot dhe profetin Muhammed si përçuesin e Islamit, për sa kohë ti beson në këtë gjë, ti je muslimane. Sigurisht shamia është një pikë tjetër. Parajsa ka disa shkallë. Disa mund të jenë më lart, disa më poshtë, që çdo veprimi ynë padyshim që do të gjykohet nga Allahu. Por sigurisht nuk duhet marr dikush që hyn në Islam për herë të parë dhe direkt i thon për shamin, direkt gati sa e largojnë nga feja fare vetëm duke ja përmendur, apo e bëjnë me një ton përçmues, me një ton detyrues, atëherë kjo nuk është diçka e mirë, sepse kjo nuk është Islami, nuk është Islami që na thot neve që duhet ti merrni me forcë femrat, sepse sigurisht kur vjen puna tek femrat çdo gjë arrihet deri aty sa edhe të manipulohet apo të detyrohet, por nuk bëhet me detyrim. Duhet marrim shembullin e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, i cili ishte shumë i durueshëm, shumë i qetë, në një mënyrë ai nuk kritikonte kurrë në një mënyrë të ashpër, komunikonte në një mënyrë të qetë, i jepte këshillën në një mënyrë që tjetra do donte vetë ta zëm diçka, nëse do ishte një kritik. Por keni parasysh që shamia është një stad akoma më i lartë, por kjo nuk do të thotë se ti vure shamin, falesh 5 herë në ditë. Nëse ti je një person që i bën gjitha këto, bravo të qoftë, nëse ti je një person që përsërisht i bën këto dhe ti dëmton njeriu apo dëmton diçka tjetër apo i bën të keqen dikujt tjetër, sërish do të gjykohesh. Nuk do të thotë se ti vure shamin tani, i bën të gjitha obligimet dhe shkon edhe lëndon njerëzit apo i bën keq tjerëve dhe pastaj vjen në falësh sërish dhe mendon se do atë gjë vetëm Zoti e di, është mes tyre dhe Zotit, por nuk mund të gjykojmë asgjë nga kopertina e librit, sepse mund të ketë njerëz që falen dhe nuk e kanë akoma shamin dhe janë shumë të bindur në gjërat që bëjnë, kanë shumë besim. Mund të ketë nga ata pastaj që i kanë të gjitha këto dhe nuk e kanë besimin aq të fortë, por thjesht e bëjnë për opinion publik.